Fluksi i vizitave në repartin e urgjencës në Spitalin Rajonal të Vlorës pritet të vijojë të paktën deri në fund të muajit gusht. Shefja e repartit të urgjencës Lorena Arapaj në një intervistë për Blu Televizion ka theksuar se referuar dhe statistikave të viteve të shkuara, vetëm në fund të këtij muaji pritet një ulje fluksi të vizitave, kjo edhe për shkak të rrjedhjes së numrit të pushuesve. Megjithatë, Arapaj thekson se temperaturat e larta vijojnë të mbeten ende një rrezik, kryesisht për pacientët me sëmundje kronike. Janë dy kategori moshas. Së pari janë pacientët e rinj, të cilët kanë simptoma më të lehta, të vjella, diare, temperatura, dhe pastaj është edhe mosha e tretë, e cila është me një përkeqësim dhe komprometim edhe të sëmundjeve bazë që ka, sidomos të sëmurët kardiak, të sëmurët diabetik, të cilët kanë edhe një përkeqësim të sëmundjes bazë të tyre. Referuar vitet e tjera, në përgjithësi fluksi fillon dhe bie rreth fundit të muajit gusht. Vitin e kaluar ka pasur një shtim të rasteve edhe në muajin shtator. Prej mesit të muajit korrik dhe gjatë gjithë gushtit në repartin e urgjencës janë regjistruar një numër i lartë vizitash. Fluksi pritet të vijojë të paktën deri në fund të këtij muaji.